Neve na thot profeti alayhi salatu wassalam në hadith vërtet, kush flen me avdes, pra ai që shkon në shtratin e tij dhe merr avdes përpara se të shkojë në shtrat. Kush merr avdes edhe flen, shtrihet pra me avdes. Ati Allahu xhaleshanu i cakton një engjëll te koka e tij gjithë natën. Është hadith i saktë dhe i vërtet. Çfarë bën engjëlli? Ne e dim shumë mirë. Engjëlli i Allahut është ruajtës, ruan nga e keqja. Po jo vetëm kaq. Jo vetëm kaq që i cakton Zoti xhaleshanu të rrijë një melek, një engjëll te koka. Por ai lutet tërë natën për te, o Zot, fale dhe mëshiroj robin tat se ka flet me avdes, subhanallah. Është shtri me ra me avdes, me flet. Ndërkohë që ti flen i qet, ke marr avdes pra dhe je shtri, Allahu xhaleshanu ndërkohë që ti bën gjumë ka caktuar për ty një engjëll që lutet për ty gjithë natën. Gjithë natën, o Zot fale, o Zot mëshiroj robin tat që ka rënë gjumë me avdes. Ndërsa në hadith tjetër nga Muadh ibn Jabal transmeton shoku i profetit alayhi salatu wassalam dhe thot: çdo kush thot që flen me avdes, çdo besimtar që flen me avdes, nëse zgjohet, pra nëse Zoti xhaleshanu i jep jetë që të zgjohet, i ka caktuar që të zgjohet, të hapi syt në mëngjes, nuk ka mirësi dynjase dhe të ahiretit që t'ja kërkojë Allahu xhaleshanu e Zoti mos ja japi, subhanallah. Imagjino çfarë mirësish ka avdesi. Nuk është avdesi vetëm para namazit, avdesi pas ka mirësi edhe gjatë ditës, po të rish me avdes. Po edhe kur flen, po të flesh, i marr avdes edhe të shtrihesh pra me avdes me lejen e Allahu xhaleshanu.